Behar Kamberi, një mjek psikiatër nga Kosova, është arrestuar pasi akuzohet për përndjekje ndaj moderatores së njohur sportive, Albana Bejko. Sipas specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin nr. 2 në Tiranë, mjeku 42 vjeçar është arrestuar pasi dyshohet se ka përndjekur një 28 vjeçare, duke u shfaqur disa herë pranë banesës së saj. Kamberi ndodhet në qelinë e burgut Minepeza, pasi u kap nga efektivët e policisë ndërsa moderatorja kishte planifikuar skenën duke ftuar në një takim në një zonë të Tiranës. Sapo Kamberi është paraqitur në vendin e takimit, ai është arrestuar nga oficerët e Komisariatit nr. 2 të Tiranës, ku ndaj tij rëndon akuza për veprën penale të përndjekjes, ndërsa hetimet janë ende në vijim. Resistja Aleksandria Ocasio-Cortez ka marrë vëmendjen e komunitetit shqiptar në New York pasi u bë pjesë e një valleje tradicionale shqiptare gjatë një aktiviteti kulturor. Me një video të publikuar në platformën X, Ocasio-Cortez shije duke vallëzuar krah fëmijëve të veshur me kostume popullore shqiptare. Ajo e thjesht dhe e buzëqeshur ndjek hapat e tyre ndërsa në sfond bën vitet flamurin shqiptar dhe ai amerikan duke krijuar një pamje simbolike të bashkimit kulturor. Ky moment është pritur me shumë entuziazëm nga shqiptarët në SBA dhe më gjërë, të cilët e kanë cilësuar gjestin e kongresistes si një shenjë një respekti dhe vlerësimi për kulturën shqiptare. Për komunitetin shqiptar në diasporë, pjesëmarrja e një figure të tillë të rëndësishme politike përfaqëson një nderim të veçantë dhe një dëshmi të lidhjes së fortë që shqiptarët ruajnë me traditën e tyre. Në rrjetet sociale, shumë shqiptarë kanë falendëruar atë për përfshirje të veçantë, duke e përshkruar videon si një moment krenarie për diasporën. Përmes këngës, valleve dhe kostumeve tradicionale, fëmijët shqiptarë në New York dëshmuan se trashëgimia kulturore shqiptare vazhdonte jetojë gjallë edhe për brezat e ardhshëm. Ky aktivitet shënoi një tjetër rast ku kultura shqiptare u bë pjesë e jetës shoqërore amerikane duke forcuar urat e miqësisë mes dy vendeve.